Në mjediset e Universitetit të Shkodrës Luigjë Gurakuqi për 2 ditë me radhë, konferenca shkencore ndërkombëtare Albanologjia dhe Mërgata ka bërë bashk studiues nga fusha të ndryshme për të diskutuar mbi çështje të identitetit, kulturës dhe diasporës shqiptare. Referuesit u ndalen tek roli i Mërgatës në zhvillimin e studimeve albanologjike dhe ndikimin e saj në ruajtjen e identitetit kombëtar. Ndër kumtesat e paraqitura në këtë seancë, veçohen trajtime mbi migracionin shqiptar në kontekstin global, raportet ndërmjet diasporës dhe vendit am, si dhe sfidat bashkëkohore të albanologjisë. Studimet mbi traditat arbëreshe, mbi format e shumëgjuhësisë dhe mbi dinamikat e diasporës bashkëkohore, artikulojnë një vijimësi të ndërmjetësuar ku kujtesa funksionon si strukturë prodhuese dhe mekanizëm i ndërtimit të identitetit. Në këtë perspektivë, albanologjia shfaqet si një fushë kërkimi me shtrirje transnacionale e integruar në rrjete bashkëpunimi dhe në qarkullim të ideve, duke zgjeruar horizontin e saj metodologjik dhe institucional. Universiteti i Shkodrës Luigjë Gurakuqi konsideron këtë angazhim pjesë të rolit të tij në zhvillimin dhe ndërkombëtarizimin e studimeve albanologjike. Vijoj të insistoj për dizenjimin e një programi bachelor 3 vjeçar të studimeve shqiptare për të aplikuar deri në vjesht të këtij viti për të qenë gati për vitin akademik 2027-2028. Në këtë drejtim vijojmë të jemi të vonuar. Tema që na bashkon, albanologjia dhe Mërgata, shpërfaq një prej akseve më jetike të qendresës sonë kulturore. Historikisht, diaspora nuk ka qenë vetëm një mjedis i mbijetesës materiale, por mbi të gjitha një vatër e driqshme e përsjatjes ku gjua, historia dhe vetdia kombëtare u kultivuan si mjetet pohimit të qenies sonë përballë trusnisë mbyse të tjetërsimit që dikton globalizmi i sotëm. Mërgata ka shërbyer si një urë e shkëlqyer e kumtimit, duke e projektuar albanologjinë përtej kufive tanë natyror, për ta bërë pjesë të vlerave më të larta të mendimit evropian dhe pse jo botror. Shqipëria, Kosova e trojet e tjera shqipfolse ju bashkuan edhe ato Italia si dhe arbëreshet. Dita e dytë do t'i kushtohet vijimit të prezantimeve dhe diskutimeve shkencore, si dhe një sesioni të veçantë për doktorantët, ku studiuesit e rinj paraqesin kërkimet e tyre mbi temat e konferencës. Konferenca synon të shërbejë si një platformë e rëndësishme për shkëmbimin e ideve dhe për forcimin e bashkëpunimit akademik ndërkombëtar në fushën e albanologjisë.